Meditim për kohën e kreshmeve. E shtuna e dytë e kreshmeve. Maria nën e dritës dhe model i besnikrisë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes unë Ora Ukaj në këtë shtunë të dytë të kreshmës. Kemi përjetuar një javë të thellë reflektimi mbi kthimin e zemrës, faljen, fjalën e Zotit, sakramentet dhe durimin në vuajtje. Sot, në këtë ditë kushtuar nënës së Zotit, dëshiroj që të ndalemi te Maria si nën e dritës, e cila na udhëzon dhe na frymëzon me besnikrinë e saj të palëkundur, veçanërisht gjatë kreshmës. Për sot le të dëgjojmë një pjesë nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli i parë, vargjet 46 deri 49, ku Maria shpreh madhështinë e Zotit përmes këngës së saj Magnificat. Atëherë Maria tha: Shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtoren e vet të përvuajtur. Ja që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithëpushtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Të dashur dëgjues, në Magnificat, Maria shpreh një gëzim dhe një besim të thellë në Zotin. Ajo e madhëron atë jo vetëm për mrekullitë që bëri në të, por për besnikrinë e tij ndaj popullit të tij. Maria është nën e dritës, sepse ajo solli në botë dritën e botës, Jezu Krishtin. Ajo vet ishte mbushur me dritën e hirit dhe të besimit, duke na shërbyer si një model i shkëlqyer për të gjithë ne. Gjatë udhëtimit ton kreshmor, ne kërkojmë të pastrohemi, të ripërtrihemi dhe të afrohemi më shumë me dritën e Krishtit. Pikërisht Maria, me besnikrinë e saj të palëkundur ndaj vullnetit të Zotit, na tregon rrugën. Ajo i tha po planit të Zotit, edhe kur nuk e kuptonte plotësisht. Ajo e ruajti fjalën e Zotit në zemrën e saj dhe e meditoi atë. Besnikria e Marisë nuk ishte e lehtë. Ajo përjetoi sfidat e jetës, dhembjen e profecisë së Simonit Plak, humbjen e Jezusit në tempull dhe dhimbjen e madhe për bri kryqit. Megjithatë, besimi i saj nuk u lëkond kurrë. Ajo qëndroi besnike ndaj Zotit deri në fund, duke u bërë shembull i shpresës dhe i qëndrueshmërisë edhe për ne. Në këtë të shtunë, pas reflektimit mbi vuajtjet e Krishtit, figura e Marisë na ofron një dritë shprese. Është pikërisht ajo që qëndroi me durim nën kryq, duke besuar në ringjalljen që do të vinte. Ajo na mëson edhe ne në errësirën më të thellë, drita e besimit mund të shkëlqejë. Le ta pyesim pak veten të dashur dëgjues. Si mund ta imitojmë besnikrinë e Marisë në jetën tonë të përditshme? Pikërisht duke i thënë po vullnetit të Zotit, edhe kur është e vështirë, duke medituar fjalën e tij dhe duke ruajtur në zemrat tona, duke i u drejtuar asaj për ndihmë dhe udhëheqje, sidomos kur ndihemi të humbur,
apo të shkurajuar. Kreshma është një kohë për ta thelluar marrëdhënien tonë me Marinë, duke lutur Ruzaren, duke lexuar jetën e saj, apo edhe thjesht duke ja besuar veten nënës sonë qiellore. Ajo, si nënë e dritës, do të na udhëheqë drejt birit të saj, Jezusit, dritës së vërtetë të botës. Le të lutemi së bashku. O Mari, nën e dritës dhe model i besnikrisë, ti që e madhërove Zotin me gjithë qenjën tënde, na ndihmo që të ecim në dritën e birit tënd. Na mëso që t'i themi po vullnetit të Zotit me besim të plot, si dhe të qëndrojmë besnik në çdo sfidë. Ndërmjetëso për ne, o Nënë e dashur, që të bëhemi dëshmitar të dritës dhe të dashurisë së Krishtit në botë. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të shtunë ju ftoj që të merrni një vendim për ta thelluar përkushtimin tuaj ndaj Marisë, Zojës së bekuar. Këtë mund ta bëni duke lutur Ruzaren ose duke lexuar një pjesë nga Ungjilli që flet për të. Kërkojeni asaj që të jetë udhërrëfyesja juaj dhe modeli juaj i besnikrisë gjatë kësaj kreshme. Lëreni dritën e saj që t'i drejtoj hapat tuaj drejt birit të saj. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju presim nesër për meditimin e së dielës së tretë të kreshmes. Hiri i Zotit qoftë me ju.